Kryeministër, këtu jemi në aksin Malish-Lozhan, Strelc, që tashmë është i përfunduar, është një aks 18.8 km që lidh Malishin me Gramshin, duke krijuar kështu një akses në një zonë që deri dje ka qenë totalisht e paaksesueshme dhe nga ana tjetër duke i dhënë mundësi të gjithë pjesës agrobizneseve që ndodhen në zonë për të dalë në sipërfaqe dhe për të qenë më afër tregjeve dhe për të pas akses më të madh. Është një rrugë e cila ka 2 bankina, ka të 2 krahët, është gjithashtu në hyrje të saj pranë qytetin e Malishit është e pajisur me mobilimin urban, pra ndriçim, trotuar dhe gjithçka tjetër që e kemi pasur në projektim. Më pas në këto 18.8 km lidhet me pjesën e rrugës së digës Moglicës, duke krijuar kështu një akses shumë të mirë dhe duke e lidhur me qarkun e Elbasanit. Gjithçka është e përfunduar, tashmë është e aksesueshme dhe unë mendoj që ja kemi dalë apo jo kryetar. Mbase është rasti për t'i përmendur që ka do lidhje të tjera që do ta krijojnë gjithë sistemin e lidhjes direkte me Skorçës, Polonjës, qarkut me të tjerët, me Përmetin, me Shumë e vërtet. Praktikisht ne tashmë për 4 vjeçarin e ardhshëm kemi programuar dhe kemi ndarë edhe me njëri tjetrin këtë projekt edhe kemi pastaj çuar edhe në fazën e një prezantimi publik që kemi bërë pak ditë më parë, për sa i përket unazës që krijohet midis Gramshit, Skraparit, Çorovodës, që janë të gjitha dhe lidhen me këtë rrugë. Ndërkohë rruga tjetër e rëndësishme që kemi quajtur rruga e Vjosës është ajo që do liti Korçën me Ersekën përmes aksit të ri dhe më pas del deri në Këlqyr duke lidhur me Tepelenën dhe duke krijuar një akses direkt në pjesën jugore të vendit, pra me Sarandën. Që përgjithmonë distancë kohore ndërmjet Korçës, zonës tonë dhe Bregdetit. Çon në 2 orë gjys. Bregdetit jugut, se Bregdetit Adriatik e keni. Në Durrës tani juve me Korridorin dhe me Korridorin 8 juve bëre afrove, vetëm Tiranë nuk e sjell dot. E kemi shtyr shumë fort, por tani do kemi dhe hapjen shumë shpejt. Kryeministër në lidhje me rrugën që duhet bëhet anës liçenit Moglicës. Shtatkrafti norvegjezët janë duke menduar për një projekt tjetër të madh në territorin e Bashkisë Maliq. Dhe unë mendoj që duam dhe mbështetjen e zëvendës kryeministres që ajo rrugë tika anës liçenit, dhe nëse e çahet me rrugën për lidhur Skraparin që kthej me Gramshin, rruga e karvaneve që i thoshin, do ishte fantastike. Domethënë nëse bëhet kjo rruga, për të thënë të drejtën ne e kemi në plan. Ne e kemi në plan, ne kemi nxjerrë në prezantim që është rruga që lidh Skraparin, Beratin, Përmetin edhe padyshim edhe Korçën, kështu që është pjesë e projektit. Nga ana tjetër Shtatkrafti ka nisur një projekt energjetik i cili do të jetë një nga projektet më të mëdha të 4 vjeçarit. Bëhet fjalë për pumping system, po. Në Europë ndoshta edhe në botë për momentin është vetëm investimi është 1.8 miliardë euro dhe nga ana tjetër imagjinoni të gjithë ndikimet indirekte që sjell si projekt dhe sigurisht do të ketë pastaj jo vetëm vendet e punës, por të gjithë parqet fotovoltaike që janë ndërtuar në të gjithë këto vite do të punojnë për pumping system praktikisht. Pavarësisht se ato sot janë nën kontrata. Bëjnë ujë që përdoret dhe ripërdorin për të riprodhuar energji disa herë, domethënë është një gjë inovative apo e bën Shqipëri, është spektakolare. Kështu që Shtatkrafti ka treguar gjithmonë që përgjegjësinë sociale ka një kapitull shumë të rëndësishëm të marrëveshjes që ka me shtetin shqiptar. Por për këtë lungolagon që thua ti, do t'i pyesim konkretisht, ata gjithmonë kanë qenë gatshëm. Po duan jo, patjetër. Është një shortcut, është një zgjidhje. Patjetër. Dhe pastaj ne nga këtu përmes Gramshit për 2 orë. Është një alternativë më pak. Vetëm nëse bëhet ky shortcut për gjatë liçenit. Sa i gjatë është? Ajo është rreth 3 kilometra. Është diçka që është e bërë, por çështja është që duan që të jetë edhe sipas një projekti kryeministrit që pikërisht të bëhet pra të ketë një lloj edhe dizenjimi urban etj. Po, pikërisht. Nuk po kërkojmë një rrugë aksesi thjesht apo jo. Në anë të atij liçeni të ri që është krijuar, aty do të fillojë të ketë zhvillime ekologjike, turistike pa diskutim. Aty është një zonë e mbrojtur rreth 500 hektarë, mund të kthehet në rezervat shumë të masit. Në anë të liçenit. Është dhe një kish
Dhe po të zhvillohet ajo do jetë fantastike. Super.